Mirëmëngjes, përshëndetje, sepse kemi edhe biseda për qytetarë që kanë edhe pak qartësi dhe pak kënaqësi. Mirëmëngjes, ju dëgjoj me vëmendje unë dhe zoti Hoxha. Mirëmëngjes. Pyetja juaj apo rrethana juaj le të themi e pensionit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. O andi ka ditë tana domethënë që rri para ekranit pa ekran, që të bisedoj me ju. Ju dëgjoj me vëmendje, kanë probleme sinjalin, po që ju dëgjojmë, jeni drejt për drejt. Shumë probleme sinjalin, jam një person që ju ka marrë 10 vjet. Në kë qytet? Jam nga Fushars, nga fshati Fushars, unë i shaf antenat që i kam përballë komplet. Varet dhe si e ndish një report të vënë aty, po do ta shohim, sepse të le të themi vendodhja na edhe. Ju ka marrë vjet një herë dhe ju ka marrë vjet edhe një herë dhe më zitem nga sinjali më bukur më s'ka. Okej, shumë mirë. Do ta shohim ta rekuperojmë. Ne na thuaj për pensionet. Tash për pensionet çfarë them se unë s'kam gjë Gjorgjan se mos mbërse në televizor, po. Jo, nuk e di, jeni në kategorinë e pensionistëve, keni një të afërm në kategorinë e pensionistëve. Si ju duket? Un kam vetëm një pyetje të bajti specialistit. Po. Për këta pensionet me fjalë që nuk e kanë bërë gjitha vitet e punës. Po. Aja shpërndarja 18.000 lekë më duket komplet e padrejtë. Pse mos shpërndahet në proporcion me vitet e punës, domethënë sa vite punë ka dhe sa vite punë dohet. Që shpërndahet edhe 18.000 lekë, po jo për një vit, domethënë penalizohet ai tjetri se ndoshta për një vit. Ka edhe për një muaj që janë penalizuar. Ka edhe për një muaj që janë penalizuar. Mund t'i takoj me zbrit pa zam për një vit, mund t'i takoj ju kupton. 100 lekë ose 200 lekë taraja. Po jo nga jo të mos e marrësh fare. Sa gjysmë për gjysmë, po. Po, se janë edhe tavanet. Ta dëgjojmë zotin Hoxha. Kjo është një padrejtësi shumë e madhe që u bëhet pensionistëve. Ta dëgjojmë zotin Hoxha. Të lutem, ta dëgjojmë pak zotin Hoxha. Që është e vërtetë se unë kam pas gjitha vitet e punës, edhe unë pensionist jam. Tash për sinjalin të lutem andi. Patjetër, fusharës e kemi mbajtur shënim. Të dëgjojmë zotin Hoxha për këtë çështje që ngritet, se edhe kjo është e rëndësishme. Kemi trajtuar disa herë, megjithatë sa herë të flitet për këtë bonusin, do të ketë mendime nga më të ndryshme. Kjo edhe për shkak të pozicionit nga se e sheh qytetari. Po. Megjithatë, vendimi 828 e Këshillit Ministër për bonusin e shkallëzuar ose kombesimin të çdo muaji për vitin 2026 tregovi që kishte mangësi dhe rreth 40% e qytetarëve nuk përfituan. Tashi, me të drejtë qytetari e ngriti si problem që ka patur mundësira të tjera më të mira për të bërë njëri shpërndarje të këtyre parave që janë. Dhe kjo do të ishte me drejtë sipas kontributit, siç tha qytetari. Nëse njëri ka vite të plota, do mirë të 18.000 lekë. Po një që ka 2 vjet më pak, të marri pak më pak, jo të mos marri fare, ose jo të futet tek një formulë që të merrte parasysh ti thua edhe kontributet. Kjo nuk është parë e arsyeshme, ndoshta edhe për një shkak tjetër gjykoj unë, se nuk e dim, nuk kemi lexuar vetëm me vendimin e Këshillit Ministrave, por atë relacionin që shoqëron vendimi nuk është pallur që të shikosh për shembull nga se janë nisur që kanë nxjerrë një vendim të tillë. Sidoqoftë, kjo tregovi që në shumë qytetarë tash po shikojnë që po të mos i kesh vitet e plota u penalizoke. Pra mund të jetë një sinjal edhe për të ardhmen që qytetarët duhet të kujdesen deri në fund, punojnë dhe të plotësojnë vitet e plota për pension. Kështu e lexoj unë. Mundet këtë edhe arsye tjera, po dhe nëse do të ishte kështu shpërndarja sipas viteve që kishin kontribuar, do të ishte një shpërndarje me drejt dhe qytetarët nuk do të penalizoshin me 40% të qytetarëve. Do të përfshiheshin më shumë për ta marrë kompensim, jam i bindur.